Për vite me radhë, emri i Unikatilit ka qenë sinonim i një enigme të madhe. Njeriu që ngriti skenën e repit shqiptar mbi themele të pathyeshme dhe i dha zënje brezit të tërë, u shndrua në një figurë thuajse mistike, i pakapshëm, i padukshëm, por gjithmonë prezent në kulturën dhe mentalitetin tonë. Të gjithë e dinin që ishte larg, por pak kush e kishte parë. Por çka nëse ju themi se prej 5 vitesh ai ka qenë më afër se sa mendoni? Në mes të qyteteve tona, duke ecur nëpër rrugët që dikur i këndonte, legjenda e repit shqiptar ka jetuar mes nesh, në heshtje larg kamerave, larg skenës, por jo larg kulturës që ai vetë e ndërtoi. Pra duke jetuar prej 5 viteve fsheh në Kosovë dhe jo në Amerikë siç pretendoi. Kush do ta mendonte këtë? Por si është e mundur që një nga figurat më ikonike të muzikës shqiptare të qëndroj kaq gjatë në Kosovë pa u vënë re? Si ka mundur ta ruaj këtë mister dhe çfarë ka shtyrë të bëjë një zgjedhje të tillë? Historia e Unikatilit në Kosovë është më shumë se sa një thashëthem. Është një realitet që tani po del në dritë. Kujtojmë që pikërisht vllau i Unikatilit, Mentor Palukaj, më 3 mars të këtij viti u gjet pa shenja jetë në banesën e tij në lagjin Arbëria të Prishtinës. I ndjeri po ashtu ishte antar i grupit të famshëm TBA. Ata kishin bashkë disa këngë të realizuara që ishin goxha të dëgjuara e që dëgjohen edhe ditëve të sotme.